Përsëritet mangthi vitit 2021, mijëra emigrant hynë ilegalisht me notë nga Maroku në Spanjë, shpallet emergjenca. Situata në kufirin jugor të Spanjës ka dalë sërish në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, pasi një valë e re dhe masive e presionit migrator ka goditur qytetin autonom të Ceutës, një nga pikat kufitare më të ndjeshme në të gjithë Europën. Sipas të dhënave paraprake nga tereni, mijëra persona, përfshirë familje të tëra, kanë bërë kalimin e kufirit duke ecur në këmbë, duke anashkaluar pa u penguar pengesat fizike dhe pa hasur në ndonjë opozit nga forcat e sigurisë marokene. Imazhet e regjistruara në zonën e Espigonit, Tarajalit, kanë sjellë në kujtesë skenat e rënda të pranverës vitit 2021, kur Maroku lejoi kalimin e mijëra personave në shenjë pakënaqësie ndaj politikave të Madridit, vetëm pasi grupi kryesor i emigrantëve kishte depërtuar tashmë në territorin spanjoll. Policia kombëtare ka ndërhyrë për të menaxhuar situatën dhe për t'i kanalizuar ata drejt ndërtesave të Tarajalit. Statistikat e fundit konfirmojnë se gjatë më pak se 2 jave të fundit afërsisht 2000 persona kanë arritur të hyjnë në Keuta, duke shënuar episodin më të rënd të presionit migrator që prej krizës së maj 2021, ku rreth 14.000 veta kaluan kufirin brenda pak ditësh. Megjithëse shifrat aktuale janë më të ulta, autoritetet theksojnë se konteksti operativ është krejtësisht i ndryshëm, pasi kufiri toksor mbetet zyrtarisht i mbyllur dhe pjesa dërmuese e hyrjeve po realizohen përmes detit. Përballë kësaj situate emergjente, ministri i brendshëm spanjoll Fernando Grande Marlaska ka vendosur të udhëtoj personalisht drejt qytetit autonom për të ndjekur nga afër zhvillimet dhe për të zhvilluar një takim urgjent me presidentin e Keutës, Juan Vivas, ndërkohë që qeveria po kërkon masa më të repta për të frenuar fluksin dhe për të parandaluar përshkallëzimin e një krize të re diplomatike.